Po mirëmëngjes të gjithëve. Gëzohemi që mund të ndodhemi bashkë në prezencën e Perëndis. Të mos nënvlerësojmë këtë privilegj që kemi, që Zoti na ka thirrur, që Zoti na mblodhi, që ne mund të adhurojmë emrin e Tij, që ne mund të hapim fjalën e Tij. Të gjitha këto gjëra edhe në liri. Të jemi bashkë si vëllezër dhe motra në praninë e Perëndis edhe në praninë e njëri tjetrit. Është një bekim shumë i madh të mos na ta nënvlerësojmë asnjëherë. Le të lutemi përpara se të hapim fjalën e Zotit. Atë Perëndi, ne të falenderojmë për këto privilegje, për këto bekime. Ti na mbush përdit me shumë bekime. Edhe këto janë disa nga ato që mund të shijojmë sot. Të falenderojmë për birin tënd Jezusin që ti dërgove, i cili mori vendin ton në kryq, i cili mori dënimin ton mbi supet e tij. Të falenderojmë që për shkak të sakrificës së tij ne jemi të lirë, ne jemi të shfaqësuar, ne jemi bijtë e tu. Të falenderojmë për jetën e përjetshme që kemi me anë të Jezusit. Të falenderojmë për fjalën tënde, për frymën tënd që na drejtojnë në hapat e jetës sonë. Të falenderojmë që sot kemi mundësi të hapim përsëri fjalën tënde. Edhe lutemi Zot që ti të na ndriçosh, që ti të na udhëzosh, që ti të na tregosh se si duhet të ecim në dritën tënde, edhe që ne jemi edhe për të tjerë një dëshmi që edhe ata të tjerë do të fillojnë të ecin me ty në jetë, të fillojnë edhe të shijojnë jetën e përjetshme, Zot. Ne të lutemi të gjitha këto gjëra në emër të Jezusit. Amin. Sigurisht ju ka ndodhur juve, siç më ka ndodhur mua, të ndodhesh në një rreth me njerëz të panjohur që nuk e takuar më përpara, edhe duhet të prezantosh veten. Sigurisht thua emrin tënd, por nëse dikush të pyet kush je ti, si do të përgjigjesh? Si do të japësh përgjigje kësaj pyetje? Kush është identiteti yt përpara njerëzve të tjerë? Si do të përgjigjesh? Jezusi edhe Bibla na japin shumë drejtim për sa i përket identitetit ton. Nëse nuk di kush je, mund ta lexosh Biblën, por edhe Jezusi shpesh na jep deklarate që ne të kuptojmë se kush jemi ne. Edhe sot do të shikojmë një nga ato deklaratat e Krishtit të çuditshme. Nëse me të vërtet përballohesh me fjalën e Perëndis, me pyetjet e Jezusit, me pohimet e tij, përballohesh me gjëra që thua, si ka mundësi? A mund të jetë kjo e vërtet apo jo? Nuk vlen për mua, ose ndoshta nuk e kuptoj. Edhe Jezusi shpesh herë flet në mënyrë shumë të qartë, edhe që shumë sfiduese, që ne të kuptojmë se kush jemi. Edhe sot do të shikojmë një nga ato deklarata që janë të jashtëzakonshme edhe të befasueshme. Por ka plot rëndësi edhe me kuptim të thellë. Jezusi ishte mbledhur ishte në një vend ku ishin mbledhur njerëz në një turmë të madhe, në një mal diku në Izrael, edhe ai foli turmës me këto fjalë. Do të lexojmë nga Mateu kapitulli 5, vargjet 14 deri tek 16. Mateu 5, 14 deri 16. Jezusi është përpara turmës në mal, edhe u thot atyre, ju jeni drita e botës. Një qytet i ngritur sipër mbi mal nuk mund të fshihet. As nuk ndizet një qiri për të vënë nën babun, por mbi shandan, dhe të ndriçoj të gjithë atyre që janë në shtëpi. Ashtu le të shëndrit drita juaj përpara njerëzve, që të shohin veprat tuaja të mira
dhe ta lëvdojnë Atin tuaj që është në qiej. Jezus i thot, ju jeni drita e botës. Por me njëherë ne mendojmë që Jezus i flet për dikë tjetër. Ndoshta ai fliste për komshiun, atë person që është afër teje. Ndoshta fliste vetëm për njerëzit e shekullit të parë, ata njerëz pikërisht që ishin ulur në mal. Ndoshta flet për të krishterë të tjerë, jo për mua. Po Jezus i thot, ju jeni drita e botës. Kjo deklarat e bën shumë të qartë sa e çuditshme është të jesh i krishterë. Por është edhe një provë, një test për ne, të shikojmë pozitën tonë, edhe sjelljen time, sjelljen tonë si të krishterë. Edhe mund të pyesim vetes, ku ndodhem unë në lidhje me këtë deklarat, këtë pohim. Në vend të parë është një pohim negativ. Si që pam para disa javësh për atë deklarat të Jezusit që u tha të njëjtët njerëzve, ju jeni kripa e tokës. Pam që kishte edhe një aspekt negativ, por edhe një aspekt pozitiv që do të shohim pastaj. Por fillimisht Jezus i thekson që ju, vetëm ju, asnjëri tjetër, ju jeni drita e botës. Ju këtu është theksuar. Mos mendoni për të tjerë, Jezus i flet me ty, me ne. Të nënvizojmë këtë pikë që Jezus thot, ju jeni drita e botës. Kur fëmijët tanë ishin të vegjël, udhëtonim nga njëherë edhe për t'i mos humbur fëmijët, sepse mbredhen kudo, kemi vendosur, i kemi veshur me bluza të njëjta. Përpara thuhej, kush unë? Edhe në anën tjetër, mbrapa tha, po, ti. Edhe ashtu Jezusi na flet në një farë mënyre. Ti mund të thuash, kush unë? Jam drita e botës? Edhe Jezusi thot, po, ti, pikërisht ti je drita e botës. Ose nga njëherë, sidomos në shkollë më kujtohet, se nëse mësuesi të thirrte me emër, e kthen kokën, thua, kush unë, apo e ke për tjetrin? E ke për atë nxënës që është mbrapa meje. Edhe mësuesi pastaj thot, jo, e kam për ty. Ashtu Jezusi thot, e kam këtë fjalë, e kam për ty, pikërisht. Por tani me këtë deklarat shikojmë që bota është në errësirë. Edhe ndonë se flet për ndriçim, bota ndodhet në errësirë. Edhe ju jeni drita e botës, sepse bota ekziston në errësirë. Sigurisht keni studiuar, keni mësuar për historinë njerëzore, keni dëgjuar për periudhën e rilindjes, kush e din kur ishte në cilin shekull, të mos ju lodh shumë, ishte rreth shekullit 15 dhe 16, ishte periudha e rilindjes, ku filloi qytetërimi modern në një farë mënyre, me njohuri njerëzore, me dituri. Dituria dhe arsimi u rritën, edhe njerëz lullëzonin, edhe dituria u lullëzoi nëpërmjet filosofisë, nëpërmjet shkencës, njeriu fillonte të zbulonte gjëra të tjera, gjëra të reja, ishte një periudhë e rritjes së diturisë njerëzore. Por pastaj ishte edhe periudha e ndriçimit, ose iluminizmit, që ishte pak më vonë në shekullin 17-18. Edhe në këtë kohë u lartësua arsyeja e menduarit e njeriut.
Edhe synimi I njeriut ishte për të kërkuar lumturi, liri edhe dituri. Edhe pohimi ishte, mendimi ishte që dituria, njohuria sjell dritë. Prandaj quhet iluminizmi ose ndriçimi, njohuria sjell dritë. Domethënë, edhe kjo në një farë mënyrë ishte e vërtet, sepse me zbulimet kanë luftuar sëmundje, kanë ndihmuar për të kuptuar natyrën më shumë, shkencat janë zhvilluar, janë lullëzuar shumë në ana e biologjisë, edhe natyrës, edhe shkencave, por nuk u përcol me dituri se si të jetosh. Edhe bota akoma mburret në këtë kohë që ne jemi njerëz të ndriçuar. Ne jemi njerëz të me dritë, që kemi parë dritën e njohurisë, dritën e diturisë. Por njohuria nuk na ka mësuar se si të jetojmë me njëri tjetrin. Edhe nuk na ka mësuar se si të jetosh me këtë dituri. Edhe e shikojmë kudo. Vetëm duhet I hapim sytë, shikojmë në marrëdhëniet individuale, në familje, person me person, individ me individ, e shikojmë në marrëdhënie shoqërore, që ka shumë, vetëm të shikosh, vetëm të dalësh në rrugë, të qëndrosh përpara një fanajit, edhe do të shikosh sjelljet njerëzore midis njerëzve. Si sillen me njëri tjetrin tek fanajit, tek kryqëzimi. Dituria nuk ka sjellur përgjigje kësaj pyetjeje. Ose edhe me komp. Në fakt edhe ky është një zhgënim tepër I madh, sepse njerëz kanë filluar atëherë të besojnë, edhe tani akoma besojnë që po të kesh mjaft dituri, nëse arsimi është në nivel të lartë, atëherë njerëzimi do shkojë përpara. Por ne shikojmë gjithnjë më shumë një rënje në marrëdhëniet personale, në marrëdhëniet shoqërore, në marrëdhëniet ndërkombëtare, sa luftra ka sot e kësaj dite. Ato probleme nuk janë zgjidhur me anë të diturisë. Të gjitha këto vërtetojnë se bota jeton në errësirë. Edhe nuk kanë përgjigje për këto probleme. Edhe Jezusi në një farë mënyrë e thotë, bota ndodhet në errësirë, edhe vetëm I krishteri mund të jap përgjigje, mund të sjell dritë, mund të sjell shpjegim edhe këshill. Njerëz mendojnë që intelektualet mund të na ndriçojnë, mund të na japin përgjigje për të jetuar. Por ata vetë janë të dëshpëruar, thonë, por si ka mundësi, ne kemi menduar që tani në shekullin 20, në shekullin 21 që jetojmë, nuk do të ketë më luftra, nuk do të ketë më përçarje, nuk do të ketë më konflikte, por ato rriten gjithnjë më shumë. Jezus I thot bota ndodhet në errësirë, edhe ju jeni drita e botës. Kjo përsa I përket pohimit negativ, nuk ka përgjigje, nuk ka zgjidhje për botën pa Krishtin. Por ka edhe një pohim, edhe një aspekt pozitiv në këtë. Jezus I thot, ju besimtar të thjesht, nuk jeni filosof, nuk jeni intelektual, ju kuptoni jetën më shumë se ekspertin I cili nuk beson tek Jezusi. Shikoni 1 Korintasve, letra e parë Korintasve, kapitullin 1, vargjet 20 më poshtë. 1 Korintasve 1, 20 e më poshtë. Pali është duke shkruar këtu edhe ai thot, ku është I urti?
Ku është skribi, do me thënë intelektuali? Ku është debatuesi i kësaj epoke? A nuk e bëri të marrë Perëndia urtësinë e kësaj bote? Do me thënë bota është edhe e marrë, por edhe në errësie. Sepse duke qenë se nëpërmjet urtësisë së Perëndis, bota nuk e njohu Perëndin me urtësinë e vet, Perëndis i pëlqeu të shpëtojë ata që besojnë nëpërmjet marrëzisë së predikimit. Sepse judejt kërkojnë një shenjë dhe grekët kërkojnë urtësi. Por ne predikojmë Krishtin e kryqëzuar. Skandal për judejt dhe marrëzi për grekët. Kurse për ata që janë të thirrur, qofshin judejn ose grek ose shqiptar, predikojmë Krishtin, fuqia e Perëndis dhe urtësia e Perëndis. Sepse marrëzia e Perëndis është më e urtë se njerëzit dhe dobësia e Perëndis është më e fortë se njerëzit. Shikoni në fakt thirrjen tuaj vëllezër, sepse ndër ju ka jo shumë të urtë sipas mishit, jo shumë të fuqishëm, jo shumë fisnik, por Perëndia ka zgjedhur gjërat e marra të botës për të turpëruar të urtët. Dhe Perëndia ka zgjedhur gjërat e dobta të botës për të turpëruar gjërat e forta. Dhe Perëndia ka zgjedhur gjërat jo fisnike të botës dhe gjërat e përçmuara, edhe gjërat që nuk janë, për të asgjësuar ato që janë. Do me thënë, Krishti është fuqia e Perëndis dhe urtësia e Perëndis. Por si ka mundësi që ne të jemi drita e botës? Kjo ka të bëj edhe është e pa ndashme nga fakti që Jezusi erdhi edhe tha, unë jam drita e botës. Unë jam drita e botës. Edhe nuk mund të ndahet kjo e vërtet që ne jemi drita e botës nga fakti që Jezusi erdhi si drita e botës. Edhe vetëm për shkak të marrëdhënies tonë të ngushtë me Jezus Krishtin, mund të ndriçojmë botën rreth e përqark. Pak pas do të shikojmë edhe do të mund të filloni të bëni pyetjen, por si është marrëdhënia ime me Krishtin? Nëse kam një marrëdhënie shumë të ngushtë me Krishtin, atëherë fuqia e ndriçimit do të jetë edhe më e madhe. Nëse unë ndodhem larg dritës, atëherë nuk do të ketë atë shumë ndikim tek të tjerët jeta ime. Të kujtojmë se kjo fjali e Krishtit ishte si një predikim, quhet edhe predikimi në mal, edhe Krishti kishte një rënditje në të folurit e tij. Edhe nuk është pa arsye që ai filloi me kripën. Ju jeni kripa e tokës. Kripa, siç pam edhe herën e kaluar, ka një anë negative. Kripa ka një aspekt kontrollues. Kripa funksionon kundër kalpjes, kundër prishjes. Ndërsa drita, në fakt, sjell një aspekt pozitiv. Drita ka një efekt të caktuar për të theksuar diçka, për të ndriçuar diçka. Edhe mendoj se duke mbajtur këtë rënditje, Jezusi thot, ka shumë rëndësi kush je, ti ju jeni kripa e tokës, përpara asaj që ti bën. Pastaj shikojmë çfarë thot Jezusi në lidhje me këtë, edhe do ta shikojmë pastaj, le të ndriçoj drita juaj përpara njerëzve. Le të shëndrit drita juaj që të shohin veprat tuaja të mira dhe të lëvdojnë
Atin tuaj që është në qiej. Do të thënë, në vend të parë duhet të shikojmë kush jam, cili është karakteri im, cili është identiteti im, kujt i përkas. Edhe pastaj shikojmë tek sjellja, si sillem unë me të tjerë. Mendoni për veten. Çfarë shikojnë më përpara? Shikojnë atë që del nga buzët tona, nga fjalët tona, nga sjellja jon, ose më përpara shikojnë nga jeta jon, kush jemi, kujt i përkasim. Dhe shpesh herë buzët tona flasin përpara jetëve tona. Edhe tregojmë njerëz, kështu duhet të jetosh, këtë duhet të bësh, këtë duhet të mos bësh. Edhe i sjellim gjërat anasjelltas. Por si ka mundësi që ne të jemi drita e botës? Edhe çfarë është efekti i dritës? Në fakt, mund të bëni një provë, ndoshta sonte, pas perëndimit të diellit, kur nuk ka dritë, fikni të gjitha dritat e shtëpisë, shkoni në një dhomë të errët, edhe çfarë shikon? Çfarë kupton? Asgjë, në fakt. Asgjë nuk mund të shikosh. Errësira nuk na bën të kuptojmë gjëra, na mban të errët, na mban në mos dijeni. Por po të ndizesh edhe një qiri, atëherë fillon të shikosh. Ju e dini vetë shprehjen që keni përdorur sigurisht vetë që shqiptarët janë njerëz më të lumtur në botë, të paktën ata që jetojnë në Shqipëri. E mbani mend atë shprehje. Sepse çdo ditë ndodhi që nuk ishte korrent. Për 1 orë, për 3 orë, për 1 ditë, për 3 ditë. Por kur erdhën dritat, të gjithë ishin të lumtur. Edhe u gëzuan që erdhi drita. Tani erdhi drita që mund të shikojmë, që mund të punojmë. Edhe prandaj ishin njerëz më të lumtur sepse erdhi drita në jetën e tyre. Por në anën tjetër edhe këtë nuk po kuptoj akoma, edhe nuk e di se nëse do ta kuptojmë asnjëherë. Jezusi erdhi, ai tha, unë jam drita e botës. Edhe Mateu thot pas ardhjes së Krishtit, populli që rrinte në errësirë ka parë një dritë të madhe. Kur shqiptarët e kanë parë dritën e madhe, u gëzuan të gjithë. Por populli që rrinte në errësirë ka parë një dritë të madhe, por Gjoni pastaj thot që e donin errësirën më shumë se dritën. Edhe pyet veten, si ka mundësi që të duash errësirën më shumë se dritën? Për ta vënë në provë, shkoni në shtëpi sonte edhe mblidhni perdet, mblidhni të gjitha dritarët, fikni dritat. Errësira nuk është diçka e kënaqshme. Por bota e donte errësirën më shumë se dritë. Sepse ardhja e Krishtit vëri në dukje errësirën. Edhe çdo njeri ka një ndërgjegje, ashtu na krijoi Perëndia, që kemi një ndërgjegje, edhe dim kush është mirë, çfarë nuk është mirë. Edhe gjithnjë më shumë me ardhjen e Krishtit, me ardhjen e Ungjillit, janë të ndara këto gjërat që mund të duken gjërat e mira, gjërat e këqija. Edhe drita thekson dallimin midis atyre boteve, kontrastin me gjërat e fshehta të errësirës dhe gjërat që janë në dukje.
Sigurisht ju ka ndodhur juve që ishit në shtëpi ose në një sallë, në një dhomë, edhe dielli për një moment hyn me fuqinë e diellit në atë dhomë, shkëlqen direkt në atë dhomë. Zakonisht ose herët në mëngjes ose mbazite dikur. Edhe çfarë ndodh në atë moment? Shikon të gjitha ato njollat e pluhurit, që nuk dukeshin më përpara. Edhe mendon që ajri është i pastër, gjithçka në rregull, por kur ndriçon dielli direkt në atë dhomë, shikon, ka qindra, ka mira njolla në këtë dhomë. Ashtu është fuqia e dritës në jetën tonë. Ashtu është fuqia e Jezusit që ndriçon jetën tonë për të theksuar. Këtu ka një njollë në jetën tënde. Këtu ka diçka që duhet të kërkosh falje. Këtu ka diçka që duhet të shkosh tek vllai, motra për të kërkuar falje. Sepse drita tregon gabimet edhe ndriçon dështimin ton që mund të shkojmë prapë tek Jezusi, thoni ma fal, kërkoj falje, sepse drita shfaq të vërtetën. Edhe drita shpjegon në një farë mënyrë errësirën gjithashtu. Bota është duke kërkuar ndriçim, intelekt, filosofi, njohuri më shumë, por të gjitha këto gjëra nuk vlen për të jetuar në mënyrë më të mirë. Ndërsa drita shpjegon errësirën, pse njeriu u largua nga Perëndia për shkak të mëkatit. Kjo ndodh edhe në nivelin individual, edhe në nivelin shoqëror. Edhe Jezusi erdhi për të treguar ku gabojmë, ku dështojmë. Por drita erdhi në botë, edhe njerëzit e deshin errësirën më tepër se dritën. Do me thënë, Jezusi tregon që nuk mund të dalësh nga mëkati me një njohuri më të plotë, me një grad më të lartë të studimit, duke lexuar të gjitha librat që janë të mira, të vlefshme për njeriun. Jo dituria, jo arsimi, jo politika, jo konferenca ndërkombëtare nuk sjellin dritë. Jezusi tha, duhet të rilindesh. Duhet të lejosh që unë të hyj në jetën tënde. Të kesh një marrëdhënie me mua. Atëherë jeta jote do të ndriçojë. Do të lulezoj, nuk do të hypesh në një grad më të lartë, por jeta do të jetë tërësisht e re. Edhe kur hyn Jezusi në jetën tënde, atëherë jeta do të ndriçojë. Tek shumë nga ne kjo ka ndodhur. Ne kemi parë Jezusin, kemi pranuar Jezusin, por nga njëherë drita blokohet, pengohet për shkak të rrezave, për shkak të maleve, për shkak të pemëve, për shkak diçka mund ta pengojë ndriçimin e dritës në jetën tonë. Edhe është mirë të kontrollojmë veten, të shikojmë, të pyesim, o Zot, ku ka nevojë për t'i larguar këto gjëra që pengojnë dritën tënde në jetën time. Edhe pastaj të kujtojmë fjalët e Jezusit që thot, ju jeni drita e botës. Do me thënë, jeta jote si besimtar ka ndikim tek të gjithë që të shikojnë. Edhe duke hyrë në një dyqan, duke hyrë në një dhomë, në një familje, me njëherë do të kuptohet, ky person i përket Krishtit.
sepse duket nga jeta e tij, jeta e saj, nga sjellja e tij, sjellja e saj, nga fjalët e tij, fjalët e saj. Edhe ne, vetëm ne mund të sjellim dritë njerëzve. Me karakterin ton, me fjalët tona, me sjelljen ton. Këtë është duke thënë Jezusi kur thot, le të shëndrit drita juaj përpara njerëzve që të shohin veprat tuaja të mira dhe ta lëvdojnë atin tuaj që është në qiej. Do të thënë, ti dhe unë duhet të jemi edhe duhet të jemi edhe më shumë drita e botës, duke treguar kujt i përkasim, me kë jemi të lidhur ngusht, edhe nga sjellja jonë, nga veprat tona të mira që njerëz mendojnë, këto persona i përkasin Krishtit, edhe unë dua të ndodh këtë rrugë, edhe unë dua të përfshihem në këtë grup njerëzish. Në fillim tham që kjo deklarat na vën të mendojmë për pozicionin ton. Ku ndodhem? A jam në Krishtin? A është Krishti në mua? Po ose jo? Por pastaj edhe për përvojën ton. Ku ndodhem unë në lidhje me këto gjëra? Kur drita e Krishtit ndriçon tek unë, çfarë njollash duken? Çfarë gabimesh, mëkatesh duken? Edhe duhet të fshihen, duhet të largohen. Ose edhe më tepër, a jam me të vërtet drita e botës, që njerëz kur më shikojnë mua, thonë, po, duket qartë që ky person i përket Krishtit. Duket qartë që ky person ka kuptuar gjëra, edhe errësira largohet, edhe drita po vjen. Le të rezatoj drita jote, thot Jezusi. A shëndrit jeta jote të gjithve që janë rreth e përqark teje? Le të lutemi së bashku. Atë Perëndi, kemi shumë nevojë për dritën tënde. Si rezat e diellit ndriçojnë dhomat tona, ashtu duam që fjala jote, që fryma jote do të na ndriçoj gjithashtu, që njollat do të duken, që ato gabime, ato dështime do të vjen në pa. Zot, puno në ndërgjegjen tonë, që ne ti lëm ato gjë, që të largohemi nga errësira, edhe të ecim në dritë. Zot, na ndihmo që me të vërtetë të jemi drita e botës. Që jeta jon, që veprat tona të mira do të duken për të tjerë që do të lëvdojnë emrin tënd. Këtë po lutemi në emër të Jezusit. Amin. Amin.